vjen nga një familje me një mbiemër të rëndësishëm, vjen nga një familje që tashmë e ke krijuar vet atë bazën dhe gurin e themelit për të ardhmen, dhe e lidhe menton në logon e një partie e cila shihet aktualisht si dobët e Më them që është një parti e re, ose është një formacion politik që ka një logo i cili realisht është listasi. Por të gjithë elementët ose faktorët dhe aktorët politik që përfaqësohen nga kjo logo e re, i cili është Koalicioni Euroatlantik, KEA, akronimi i saj, janë të djathtë, janë profesionistë, janë qytetarë, flas për Durrësin dhe më gjerë, duke pasur parasysh elementet të cilët janë pjesë e kësaj game dhe përbërës së kësaj familje, janë realisht njerëz të ndershëm, njerëz që vinë nga qytetet, vinë nga rrugicat, vinë nga mahallat, vinë nga pallatet e të gjithë qytetarëve. Pra jemi njerëz të thjeshtë të këtij qyteti, të këtij vendi, të cilët na duhet të përballemi çdo ditë me sfidat e panumërta dhe surprizuese në ambientin ku jetojmë.